Kurora e gjelbër e qytetit të Pukës është rrezikuar seriozisht mëngjesin e kësaj të martë pasi një vatër zjarri përfshiu zonën pyjore përreth qytetit. Flagët u përhapën në një hapësirë të mbuluar kryesisht me pisha, duke krijuar rrezik për zgjerimin e zjarrit në një sipërfaqe më të madhe. Ndërhyrja menjëhershme e shërbimit zjarfikës të Pukës, me mbështetjen edhe të banorëve të lagjes Laçaj, bëri të mundur vënien e situatës nën kontroll. Fal ndërhyrjes së shpejtë u shmang përhapja më teshme e flagëve në kuroren e gjelbër, e cila konsiderohet një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme të qytetit të Pukës. Banorët kanë luajtur ndër vite një rol të rëndësishëm në ruajtjen e kësaj hapësire pyjore, ndërsa ky është një nga rastet e rralla të viteve të fundit kur zjarri ka kërcënuar seriozisht sipërfaqen prej qindra hektarësh që rrethon qytetin. Dyshimet paraprake janë se zjarri mund të jetë shkaktuar qëllimisht. Policia ka ngritur një grup hetimor për dokumentimin e ngjarjes, përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe identifikimin e personave të mundshëm përgjegjës. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.